populli i Kosovës e përjeton si të padrejtë gjykatën speciale. Dhe këtë gjykim së pari sepse anashkalon vetë rrethanat në të cilat u zhvillua lufta jonë çlirimtare. Sot shënojmë 17 shkurtin, ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Pavarësinë që u bë e mundur falë përpjekjeve dhe sakrificave të vazhdueshme të popullit shqiptar. Pavarësisë që u arrit përmes luftës për çlirim, gjaku të shumë heronjve që ranë dëshmor ndër breza që ne të jemi sot ku jemi këtu. Përkulje përhershme ndaj atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit, para dëshmorëve dhe martirëve, para atyre që përjetuan dhunë në forma të ndryshme, para familjeve që ende mbajnë dhimbjen e luftës dhe të gjithë atyre që edhe sot kërkojnë drejtësi. Përkulje para të gjithë atyre që qëndruan dhe nuk u dorëzuan asnjëherë, që ne sot jetojmë të lirë në tokën që kemi trashëguar në shtetin tonë të lirë. Në këtë ditë kujtojmë dhe ndihemi krenar për heroizmin e familjes së komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë jasharëve që u bën simbol i rezistencës tonë të fuqishme kundër okupimit. Kujtojmë dhe nderojmë urtësinë e presidentit Rugova që orientoi Kosovën drejt mbështetjes ndërkombëtare. Kujtojmë qëndresën e pathyeshme të Basës Adem Demaçit, udhërfysit tonë që mbetet shembulli i sakrificës së popullit tonë në rrugën e tij për liri dhe dinjitet. Këto tri linja të historisë sonë çlirimtare e fitimtare u ngritën mbi lavdinë e historisë së qëndresës shekullore ndaj okupimit. Veprimtare dhe veprimtar, aktiviste dhe aktivist, studente e student dhe punëtore e punëtor që brenda dhe jashtë vendit në diasporë u angazhuan për një Kosovë të lirë. Falënderimi veçantë miqve dhe aleatëve ndërkombëtar që na mbështetën në rrugën për pavarësi dhe vazhdojnë të qëndrojnë pranë Kosovës në ndërtimin e saj. Të nderuar të pranishëm, këtë ditë të rëndësishme e lartëson ajo që qëndron në themelin e Republikës sonë, ajo që buroi nga populli, që është sa mundësia edhe e vërteta e tij. Ushtria çlirimtare e Kosovës dhe lufta e saj e drejtë për çlirim. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për dinjitet dhe liri. Ajo ishte kundër përgjigje në rrethanat e një okupimi të ashpër, kur dhuna sistematike ndaj popullit shqiptar po merrte për masa shkatruese. UÇK-ja ishte ushtria mbrojtëse e një populli që kërkonte të jetonte i lirë në vendin e vet, pa pasur synim shkatrimin e askujt tjetër. Dhe çdo përpjekje për ta shkëputur këtë luftë nga konteksti i saj historik dhe politik rrezikon ta shtrembrojë të vërtetën e asaj kohe. Aq shumë kishte besim në drejtsinë e luftës sonë, sa që bota demokratike aso kohe intervenoi e më vonë edhe mbështeti pavarësinë e vendit tonë. Ne i kujtojmë këto të vërteta sepse populli i Kosovës e përjeton si të padrejtë gjykatën speciale. Dhe këtë gjykim së pari sepse anashkalon vetë rrethanat në të cilat u zhvillua lufta jonë çlirimtare. Lufta jonë nuk ishte agresion, por rezistencë ndaj okupimit dhe shtypjes, ndaj genocidit dhe spastrimit etnik. Luftë për të mbrojtur tokën tonë, pragun e shtëpisë, familjet, qytetarët civil të paarmatosur në Kosovë. Institucionet e Republikës së Kosovës do të vazhdojnë të mbrojnë të vërtetën historike, vlerën dhe dinjitetin e luftës për liri dhe parimet themelore të drejtësisë, duke kundërshtuar çdo përpjekje për ta deformuar atë. Të nderuar të pranishëm, Kosova sot është një shtet 18 vjeçar, si një ere apo i ri që është rritur, forcuar dhe po ecën përpara me besim e ambicie të shtuara për vete. Kemi një ekonomi më të zhvilluar, stabilitet institucional, siguri dhe mbështetje të qytetarëve tanë, pa lënë mbrapa askënd. Shteti ynë po konsolidohet dhe po e rrit rolin e tij brenda, por edhe jashtë vendit. Kuvendi i Republikës së Kosovës do të vazhdojë të mbështesë proceset reformuese dhe ato që kanë për synim zhvillimin e vendit. 18 vite pas shpalljes, mënyra më e mirë për ta jetësuar pavarësinë është duke nderuar Republikën, e kjo arrihet vetëm përmes institucioneve që funksionojnë me integritet dhe me profesionalizëm dhe që janë në shërbim të qytetarëve tanë. Kosova është shtet i të gjithë qytetarëve, i ndërtuar mbi parimin e barazisë dhe respektin. Ajo është pjesë e botës demokratike dhe përkushtuar për integrim dhe bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar. Të dashur qytetarë,
Republika jonë u ndërtua me sakrificë dhe mbahet gjallë me përkushtim të përditshëm. Detyra jonë është që ta ruajmë, ta forcojmë dhe ta zhvillojmë, që brezat që vinë jetojnë në një vend edhe më të drejtë, edhe më të sigurt, edhe më të begat. Urime 17 shkurti, dita e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të lirisë. Faleminderit.